Po edhe pyetja më duket se është edhe AI i vetë sa është i rrezikshëm. Njëna është për shembull që është na ndiku neve në mendim, pra na çu jemi tu e offload mendimin ton në AI. Ka më disa lumtime që i lexova, ke për shembull për mendimin kritik. Për shembull më herët na e kemi pas telefona në shtëpi, edhe i kemi ditë përmes numra. Po pse do në smartphone na nuk i dim përmes numrat e njëri tjetrit. Dulma në GPS-i, nuk kemi nevojë më me ditë spatial awareness ku jemi, po thjesht e lyp në GPS edhe shkon. Ma ne dul Google, nuk po ki nevojë me recall ku i ki informatën se pe din ku mundesh me gjetë informatën. Edhe me thënë, non-stop në çdo update, në çdo adoption të re të teknologjisë, na jemi të i hup një skill. Tash, hulumtimin që e kam bi programerët, pasi që shumica që e përdorin LLM-in janë programera, kanë po që i ka ra diku prej 15 deri 35% critical thinking, pasi që janë të offload veten aty do thotë të e lanë mendo ti gjej problemet, ti gjej zgjidhje, do si për shembull penetration testing. Ajo është kogja një punë që ti dush me ditë shumë sene, kogja punë komplekse është, për me bo qatë punë, të ashtë thjesht pja japin. Kjo njona, mani është tjetra, është machine learning, është një kategori mrena AI, nuk është si LLM, është machine learning. Tash ke viral një PhD student në Rusi, e ka provu me bo një falloj machine learning për me kriju një biznes për ta. I ka dhënë disa direktiva, tash machine learning qysh funksionon është që vetë mëson për paternave të ndryshëm. Krijon paterna të veta, dhe më thonë, gjen paterna mrena data, mrena informatave. Tu e bo që ato, e ka pa që ka nevoj me dal prej serverit ku kon edhe ka repliku vetën në për servera tjerë. Mani edhe ka vazhdu të provu me gjetë mënyra qysh me qelë një farmaci. Vetëm një problem që e ka nalë ato, ka qenë që i desh një licencë. Që kjo është ai riziku që mundet më kanë nëse një AI shkon wild. Një AI, do me thonë, dikush e programon diçka, edhe thjesht del në cloud, edhe mani mundet me bo rounds në për plot servera, edhe më kanë ose si malware, ose si diçka, po do të thonë varet se për çka e kanë programuar ata. Do të thonë çaja më kanë njëra prej rreziqeve që e shohun. A për LLM kryesisht me neve, se na jemi tu fol me ta. Që është problemi që kemi.